me thonë me pas një ekspozit në Berat, unë e kom mandru. Kër ndodh një moment i kështirë, mas pari ngrohesh, të blën gjaku. Këtu faktikisht në ka vlu gjaku neve krejtë se çka po ndodh me neve. Ky është piktori shqiptaro-kanades Zeqirja Rexhepi, i njohur tashmë nga teleshikuesit në Kanada nëpërmjet segmenteve të ndryshme të pasqyrës shqiptare, por edhe më gjerë si krijues i afirmuar nga rrethet artistike dhe entet shtetërore të kulturës dhe artit kanades. Para disa kohësh, cikli i tij Rënjët gjeti mbështetjen e nevojshme financiare në Kanada dhe në korrik të këtij viti, për herë të parë, Rexhepi u paraqit me këtë cikël dhe 2 të tjerë të mëparshëm përpara një auditori në Shqipëri, saktësisht në Berat, në galerinë Eduard Lier, pranë qendrës kulturore Margarita Tutulani. Kemi gati 10 ditë që kjo ekspozitë është qelur që është në datën 2 korrik. Dua të theksoj që kjo ekspozitë është organizuar dhe është mbështetur në mënyrë të veçantë nga kryetari i Bashkisë Berat, zoti Ervin Ceca, i cili mori mbështetjen dhe vëmendjen e tij maksimale duke qenë vetë prezent në ceremoninë e hapjes, në një auditor shumë të madh të artit pamor në qytetin e Beratit. Rënjët është një cikël kompozimesh plot simbole, ku përjetimet dhe përvojat jetësore të artistit shumëplanësh dhe ato të refugjatit të mbijetuar nga lufta, përthyhen bukur në prizmin laboratorik të piktorit. Ngjyrat plot shpresë, kontrastet e forta dhe harmonia e plot përcjellin te vizitori një kënaqësi të rrallë estetike dhe mesazhe të forta shoqërore. Një lahut të qajt. O kështu ka njerë si violinë, atë se na jemi marrë me violinë. Duke harru lahutën jemi marrë me violinë. Atë çfarë domi ka qenë kjo? Baza e lahutës tu duket edhe si fytyrë të rishtuar. Po, të qajt ke, figura për qanë. Të mëllë lahuta ka qajt për neve, se ka qenë e harrume, anashkallume. Më duket se kuratori, ose ndoshta ju vetë nuk e di kush e ka vendosur që kjo pikturë të qëndroj këtu, ka gjetur vendin e duhur mes 2 dritareve ku shikohet Berati. Unë kom punu enkas për çdo dimension, se unë kom di dimensionet. Shumë interesante, aq bukur rri kjo pikturë këtu. Bukur se është e menduar për këtë vend. Pse ka rëndësi për ju kjo ekspozitë në Berat? Çdo më thënie ka Beratin në radh të parë për ju? Në vendlindje kom pas dëshirë pas 27 vite në Kanada ta bëj për herë të parë në Gjilan, në vendlindjen time. Ajo ka qenë ajo meraku im, ajo nostalgjia, ajo vullneti im që vendasve të mi të bëj vendasit e mi me pak art. Berati ka një tjetër vlerë. Berati për mu ka qenë një prej zgjidhjes më të mirë dhe më të vëllëtshme me qenë ekspozita ime në Berat. Shkaku se Beratin e njohin pak a shumë turistët me atë fasadën, se i quajmë edhe në art fasada. Edhe unë edhe në Kanada, kur ja tregoj pak a shumë Beratin, ata mendojnë si piktur, fasada, ata pahin në atë thellësien e historisë, lashtësisë që kemi, tash unë si artist, unë e shoh Beratin ndryshe. Dhe masaj vizite shpirtërore, lidhje shpirtërore që i kom pas edhe me artista edhe me vetë galerinë, me siguri se ideja e me ka me qenë tash një ekspozit krejt tjetër. Kujt i detyroheni për këtë ekspozit? Po, kur ishim në mars që ishim në parlamentin e Kanadas me Artiste Foundation Arta që ishte, ne kemi qenë aty një grup i madh intelektual, artista, kemi taku me Kastriotin, Kastriot Dervishin, edhe Michel Koqiun, ty nejtën aty bo bisedë pasi që jemi njoft me ekspozitat më të hershme. Kujtoj teleshikuesit që Kastriot Dervishi është piktor, jeton në Montreal. Dervishi është piktor, ndryshe ka qenë edhe drejtori i galerisë më herët, Beratin e një, Beratësit e njohin mirë shumë. Ai po më jep një sugjerim edhe si mendim tha, pse s'po bën tani ekspozit në Berat? Ku? Berati, ja, vetë Berat. Edhe më ora si pamundshme. Shumë historike për mua nëse e realizoj. Pas një kohë, pas një muaj, unë dy komuniku me Kastriotin edhe një koment piktur për ja jep. U tha, a ke bisedu, tha me Benin, tha me Arbenin, për çka për ekspoziti. O, për thash, qa me ndonë thash që ka diçka, po mërë dhe ja numërin, tha dhe biseda, po i marrë në telefon, po tha, ta e kanë pa ka shumë atë biografisë time, bisedume dhe kështu, fillu iniciativen edhe u realizu. Një ëndër e pa menduar. Ajo ëndër për mua ka qenë. Unë vura re që ekspozita përbëhet nga 2 korpuse. Njëri është një cikël i ri kompozimesh dhe tjetri është një cikël që është prezantuar tashmë.
Ky cikël i ri është punuar nga ju posaçërisht për këtë ekspozitë? Kjo, kam shumë pak piktura posaçërisht, pasi që 90% janë piktura që janë dediku për Gjilan, janë pikturat Janë prezentuar një herë në Gjilan? Një herë, për e parë, edhe nuk kam pas kohë t'i publikoj. Sipas datave që i kemë atje, obligime që kam pas ekspozita në Toronto, ekspozita në Halifax, kam pas obligime dhe këto kanë ngel kështu, duke mendu se qa kom me bo me to, ka kom me orientu këtë ekspozit, e gjatë vendin më të mirin për mu që e shëron shpirtin tim Berati. Kjo ekspozit dominohet nga simbolika dhe një teleshikues i ngritur që ka një orit mjaftueshme për pikturën, ka dhe ndihshmëri të lartë për pikturën, ndoshta nuk do të kishe nevojë për shpjegimet tuaja, por unë nuk e fus veten te kjo kategori artdashësisht, kështu që kam nevojë që të më kapësh për dorë dhe të më shpjegosh diçka. Sigurisht që i shijoj ngjyrat, shijoj linjat, por kam nevojë që t'i hyj pak më thellë për mbajtjes së çdo pikture. A mund ta fillojmë me këtë të parën, të lutem? Të çdo krijues i përcaktohesh një teme. Ato çka është universale, çka është e përditshme, çka të mundon. Shembull, ato të luftës kur i kam bo, ato më kanë përcjell më ngjarjet, ato që i kam unë përjetu drejt për drejt si artist. Edhe ato mbesën dëshmi shumë e gjallë. Çdo pikturë që i përket një kohës, ajo e lën një gjumë, e lën një dëshmi. Ato ikjet e refugjatëve që kemi pas, edhe ato e kanë atë që nuk përsëriten, ato i përjeton. Edhe ato dashte pa dashte imponon. Është një traumë që fle dhe që her pas here del nga subkonscienca dhe... Është shumë e vërtet. Edhe ti don me relaksu vetën me ju hek asaj pjesët historisë, se fillon ngjarje të ndryshme. Fillon më rahatu, me stabilizu, edhe shpirti i artistit, ngjyrat krijohen sipas jetës që e bën. Tani në Kanada, për me apliku për një ekspozit në galeritë shtetërore, duhesh me bo një art statement, duhesh me dho një rezume të punëve tua. Edhe duhesh me qenë i përgatitur për 501 fjalë për çdo pikturë. Ata duhet me ditë parafrasisht se ku është qëllimi jot, çka reflekton, çka ndikon te komuniteti. Edhe mëra ato i bëj pasi që jetoj edhe në Kanada, mundohem me çdo kusht me rujt atë frymën artistike, edhe me ofru shikuesin deri te tabloja. Pastaj fillon ato edhe që thatë, sa më shumë e shikon, fillon me zbërthy simbolet, fillon me kuptu pak a shumë edhe kompozicionin, kontrastin, harmonien, se qëllimi është me pru shikuesin bile një 3 sekonda monal të një piktur, për me fillu me meditu, me fillu me zbërthy se çka ka në piktur. Për shembull, te kjo piktur, violinën në gjithëherë pak në hapësirë, kjo instrumenti pak larg te oqeanit, te një bote tjetër, por gjithëherë ti mendu unë të rënjet, se rënjet edhe tingulli ka përcjell të njëtër. Një historian ka thonë se luftën e ka fitu nëna shqiptare, duke i shy. Kjo është një figurë nud, po e nud e ka me kuptim për mbajtje, duke i shy fëmijët e ka kriju në këtë vorbullin, është me figura kombëtare, me... Kjo është tërsi plisash, simbolizon fëmijët e shumët që lind nëna shqiptare. Gjenerata, ndryshme të ju rrit, të ju kriju, të ju ardhë, të ju rujt simbolin, të ju ardhë me nëzirë në pjedestal instrumentin për me ardhë mësi fëmija me buni, tash na connection me kemi bo prej Kanadas deri këtu, nuk kemi probleme se shteti na pranon. Kjo piktur mund të rrinte edhe vetëm, pa pas nevojë dhe për këtë të dytën. Megjithatë, shikoj që kanë një marrëdhënie shkak pasojë, mos gaboj. Kjo ekspozite ka komplet duke ato që thash prej rrënjës, edhe në harmonizim bashkëpunim me instrumentin me tingullin. Ato unë çka e përjetoj dhe mu çka ka përcjell tërë jetën. Kjo dora këtu tregon një qetësi të fëmijës, shembull, ajo është pa brenga, është pa probleme, nëse na ja kemi mundësu që fëmija të rritet pa probleme, pa brenga, sikur tash na nuk kemi rrit në situatë. Edhe kjo
ato në du me i relaksu ato idejet që i kom vujt edhe vetë, du me i bo në mënyrë ma moderne edhe universale. Faktikisht kjo është univers edhe në Kanada, të jeton në Kanada, nëse nuk atë ka njerë thonë 18 vjetë si t'i bon fëmija jenë të lumëtën që dalin. Nëse jemi të lumëtën as 50 vjetë kër t'i bon. Ne jemi të dojmë i pas ata në harmoni, dojmë me qenë bashkë. Po në pikpamje të ngjyrave, më duket mua apo në këtë cikël ju keni guxuar më shumë me ngjyrat e forta? Ngjyrat e forta, ngjyrat e pastërta, pak a shumë e tregojnë dhe shpirtin e artistit. Po është një risi kjo për ju? Është pak risi. Është pak risi. Me ikë tash keni qenë pak më i qetë. Ekspozitën e luftës, ekspozitën e refugjatëve. Edhe pse ju mundu me qenë me shpresë, se jam edhe person me shpresë, ajo ka ndikuar ngjarjet që i kom përjetu, ato kanë ndiku së të kanë lënë me jesë përpara me qenë ma open mind, ma i hapur. Bie në sy më shumë zymtësia. Zymtësia bie në sy, edhe shikuesi tash, po të shiqojnë ato veprat e këto mbesin histori, një vepër e luftës që ju kriju në luftë dhe të refugjatëve, ose të Covidit mbeten ato nuk përsëritën. Edhe ngjarjet e Covidit, kur kam qenë i caktuar për një ekspozit, edhe ndodhi Covidi, ma ndryshoj komplet idejen e ekspozitës, ajo mundeke. Për shembull të ishe me fëmijë, s'mu ishe mu bo bashkë me nipa, jetojsh mi shumë afër. Ose njeri prej njerit, për herë parë, me ikë. Ato nga ka ndodhë, ti ke ecë 3 metra larg prej dikuj që mos mo taku njeri me njerin. Ajo ka efektu shumë. Më vjen mirë që e cekët këtë traumë që kaloi njerëzimi, por unë do të doja t'i kthehesha pak traumës luftës 98-99. Vrasjes mira shqiptarëve, humbjes së shumë të tjerëve, dhuna e paramilitarëve edhe ushtrisë serbe që u ushtrua egërsisht edhe te gratë dhe të fëmijët shqiptarë. Mendon ti Zeqeria se ne shqiptarët rrezikojmë amnezin kolektive, harresën, dhe si mundet ne që t'i mbjetojmë kohëve që po vinë, duke ju rikthyer historisë së egër dhe për cilën kemi kaluar? Është shumë e vërtetë se nga njëra ajo qetësia, ajo rahatia momentale. Se pikërisht fjala rahati, fjala komoditet e përmend edhe në pikturë. Kjo është një rrezik për një rahatia kom. momentale ta krijon një qetësi, një komoditet, ki pak para, i ki do kushtet mira dhe bën një travel vinë. Si shumica vinë, edhe Shqipëri vjen me pasi qytet si Bukuri, prej Gurit, pa i hinë thellësi, pa i hinë në histori me pasi. Çka ka përjetu ky popull për me rujt këtë kulturë? Sa kemi fliu na? Tash gjeneratat e reja kanë shumë pak njohuri, pak lexojnë, po edhe s'kanë çka me lexu, se duhet me qenë programi i historisë duhet me qenë i përbashkë si në Kanada, si në Shqipëri, si në Kosovë. Duhet me ofru fëmijëve, si mbas viteve që i kanë. Tash nëse na i harrojmë që ato, na nuk mujmë me ditë mas 10 vjetë që ka më në ndodhë. Sikur që se kemi ditë. Unë kom pikturu shpërngulljen e vitit 1844-46 në malsinë e Karadakut, kur është dyndja masive, dëbimi masiv ka qenë. Ato janë bo si pas shkrime, si pas lezimit. Këto dëbime që janë shoqëru edhe në vrasje. Ato janë shoqëru normal me dëbimet nuk bëhen ndarësëm. Edhe ndarësëm e shku në grupë, mund me ndodhë diçka në incident në rrugë nëse si i organizumë. Dhe shkojnë diturat pa. Po nëse kom mendu që edhe neve kam e në ndodhë, sa të jemë në gjallë me përjetu edhe një dëbim masiv që më ka ndodhë drejt për drejt i mu. A ndoshta ka ndiku propaganda jugoslave për bashkim vllaznim të kombeve për bërset Jugoslavisë? Po, ata i kanë bërë senet që i kanë planifikuar dhe i mendojnë, edhe i kanë të mendume. Nuk i kanë vesh mendume për të shkrume. Disa popull iranë në kurth, sidomos bosnjakët, ata kanë qenë besuesit më të fortë të skemës bashkim vllazimit. Por faktikisht harrun se çfarë kishte ndodhur. Po ata na dallojmë si kom se populli shqiptar është kombi i vjetër. Na jemi kombi më i vjetër. Serboslavët kanë ardhur para 400 vjetë. Edhe ata Bosnia është e menduar një kombi krijuar. Mërzi si ta quajmë ata,
Po faktikisht aty i bashkon një gjumë, pak a shumë një kulturë, një traditë, kurse ne 100% dallojmë nga kultura, dallojmë nga gjuhën, dallojmë. Çështja është se si t'ja përcjellim brezave të rinj, domethënë është problemi ndjenjën e vigjilencës, se duhet jemi vigjilent që historia të mos përsëritet. Se na shumë mirë me ditën e sodit. Ajo është një problem shumë i madh, se na mirë më shumë me kohën momentale që jetojmë. Pak hymë në thellësi, edhe të kaluarën edhe çka mund me ardhë mbrapa. Prandaj dhe më vjen mirë të shikoj piktura tematike si këto që ke përgatitur Zëgjera, sepse ti nuk i shpëton dot tundimin që të fusësh edhe elementin historik në krijimet tua. Çdo pikturë thonë lidhet ato rrënjët që mendu ti lidhen në nguri atje fell. Po asnjë vepër nuk mund me dalë e komponuar pa pas diçka në shpirt që të brengos. Shembull, brenga ime e parë ka qenë kur më paraqitur në Kanada për herë të parë, edhe me muzikë edhe me art, kur ata s'kan pas një uri absolute si kom se çfarë kulture kem, cilës pjesë gjeografike i takojmë, ajo të mundoj ke shumë. Edhe u desh patjetër duket sigur bie në një zbrastin. Si bie me një zbrastin, si pa vlerë, absolut i pa vlerë kur s'të njeh nga historia, nga kultura dhe trashëgimin tonë. Edhe ka qenë me të vërtet një vështirët me përshkru ata për dikush nuk njeh. Ke bërë punën e një pioneri atje bashkë me familjen tënde, në kuptimin që ke ngulur në mënyrë simbolike, metaforike, flamurin shqiptar në Nova Scotia. Apo ka pas edhe shqiptar të tjerë? Kur kemi shkuna kanë qenë pak individ, 7-8 individ, do 70, me individ së mund me është vështirë ata kanë pas se qysh me suport vetë-vetën që me majtë. Po na si komunitet, pastaj 5.000 vetë e kryojnë, pa të mundësi me kriju shoqat, në për gjitha qytetet e Kanadas, edhe aty po ata, për herë të parë, unë në teatr kom fillu për këthysin e kom pas arab që kanë mendu se na flasëm arabisht. Edhe aty mund ka kaplu ajo ndjenja patriotike që me punu, edhe 3 herë nëse ka nevoj më shumë, me pas çdo vend një spjegim pse, për shembull, pse na jemi lirë, pse Botrinti, pse Apollonia, pse Beati, pse lufta, ka ardhur ç'është ka ardhur. Edhe ke bërë ndonjëherë analizë vetes tënde si piktor, nëse nuk do të kishe pasur këtë histori jete dhe këtë origjinë shqiptare, ti vetë si artist i shkëputur, si të thush, nga realitetet historike, çfarë pikture do të prodhoje nëse nuk do kishe elementin kombëtar? Shumë problem. Ato që thash, varet se çfarë kohe jeton, edhe ajo të imponohet. Shembull, në Kanada, temë luftës mund me bëu vetëm nëse tipe tema. Surna që kemi bëu para luftës tonë, e ke lexu, edhe kemi kriju martirët, i kemi kriju shembull për Sokolin, kemi kriju për Idris Seferin, dash me mendu, diçka me bo një ngjarje, asaj i thoi një skenë, vetëm një skenë. Ngjarjet që mund ka ndodhë, me të kalumen edhe me ngjarjet drejt për drejt edhe tash në të ardhmen sa i mendoj, ato e një opus, e ato e krijojnë një gamë të madhe. Ato duhet me inkorporu, ato duhet me i mendu mirë, duhet me shtjellu mirë, edhe si kemi paraqit pikturë. Ta duke ditë se në Kanada pikturën e shikojnë ma shumë si vizual, pa hi shumë në thellësi që ka piktura, ndoshta isha marrë edhe në pak me lule, me natyrë, diçka, ato çka dhe shë. Të mëne obligimi ka qenë, shembull, kur erdhë Lahuta me u pranu në UNESCO, sa kemi bo luftna, ka investu Serbia dhe kemi bo Lahutën të vetën, ajo të mundeke. Që me Lahuta me qenë e tyne kur të na rujt në male, me një tellë. Ajo rujt në malsi. Edhe kur u pranu Lahuta, dasht e pa dasht, mëne desha me kriju një vepër, edhe ajo ka me shku një cikl, të mëne, ka me vazhdu se pasi që rënjë fillojnë aty, paka shumë. E ke në fazën embrionale. Fazën, edhe ka mu lidhe me Beratin, besa me këto ngjarjet pak, edhe pak histori. Diri sa unë në Kanada jem të kriju, tema ime ka me qenë gjithëherë ngusht lidhur me vendindjen, pasi që edhe është më shkrujnë Albanian Canadian Artist, unë e kom titullin, ku mujtë me lënë vesh Canadian Artist, nështë ta
Kisha përparu edhe ma shumë. Shikoj këtu një profil antik. Profil antik. Koha të e mbytë. Jo duke pastru, une si piktor kam dëshirë me qene pastër. Une vitën e kaluar 70 vjetorin. E kam një 7 që këtu, edhe një 0. Një 7 edhe një 0. Duke ecë me këto telat e violinës, duke ecë në për etapa, në për kohënat ndryshme, edhe pse kam 70 vjetë, po kom jetu, kur ju të regoj kanadezve diçka ma shok ma të afertojnë, apo flet për shekullin 18, apo për cilin shekull. Kërë mendoj se unë në pejs, ka mujtë me shku për i Gjilanit, s'ka pas rrugë, infrastruktur, zero, u dash ka ndodhë 2 ditë me shku në pej. Ka ikë treni dhe kom vetë në fushë Kosovë. Unë mundohë fëmijëve të mi, që kështë 70 që jem, mundohet 17 nipat, fëmijën edhe fëmijët, me i pas me një glob, me një edukat, me një qëllit mirë, me një bosht. Edhe ata parandaj thonë, është që me vërtet se këj ka fëmijën këtë kretë martum, kanë kretë jetë vetën, janë shkollum, kanë fëmijë 17 nipa, nuk kryohen. Pa mundi duke i lonë të jashtë rrugës edhe ti me pas qefin tëndë, pa u interesu për ta. Dikush, edhe shumë e vërtet, dhe shtetit s'mon me t'i krya të obligime sa mund familja. Ky është një rast i rrallë, do të thosha unë, që një artist të arritë të ngrej një dinasti të madhe shqiptare me 17 nipër e mbesa, si shtatë ju? 17 dhe 2 sërmesa, 19, 20 në rend. Në një vënd si Kanadaja. Si Kanadaja. Aq më tepër përmend edhe një herë, artist. Artisti është pak narcisist, shikon nga vetja. Nga vetja. Ka dëshira, domethënë të mëdha që të vetë realizohet. Ndërkohë ti Zeqeria gjen kohën edhe për këta nipër e mbesa dhe stërnipër? Asë shumë gjej kohën, edhe kur jam të pikturu, në momentet më të mirat të pikturimit të në brushën e laje dhe kur një herë nuk thomën e prit gjyshit se jam, ose jam i zonëm, ose jam edhe fëmive, po si do mos nipave. Gjyshi është garancia kohore e trashëgimisë pozitive të një familje. Pa gjysh nuk ka trar shtëpia. Nuk ka. Shumë kënaqësi të bisedosh me ty Zeqeria, sepse jo vetëm mëson nga piktura, nga arti yt, por mëson, merr dhe mesazhe të rëndësishme për të qenë të lidhur me historinë tonë, për të qenë të lidhur dhe me vlerat tona. Dëshiron të shtosh diçka tjetër? Jo, në vetë ashtë me thonë që pasqyra shqiptare, e lirë jeni ju ata të parë që keni fillu afirmimin e gjithë shqiptarëve në Kanada. Na kemi qenë shkept, kemi qenë si fillesar, edhe ti e dim, po në jëmë prej 99-ës atje, na kemi qenë të shkaparderdhur, s'kemi pas një shoqat unike, s'kemi pas të shkollum se fëmija kanë ardhur krejt vegjël, po afirmimin vesë vete, edhe me vendlindjen jeni numër 1 që neve në ofroni edhe vende turistike të Shqipërisë, edhe vende historike. Ishe kënaqësi biseda dhe të falenderoj për kohën. Faleminderit për ju. Suksese. Faleminderit për emisionin tënd. Të uroj kjo shtatë të paktën 100. Bare 8 kur bëhet ndryshon pak.